Jo, mendoj që e ka shfrytzuar dhe vazhdon ta shfrytëzojë dobësinë e opozitës. Por vetë Partia Socialiste, për shkak të konsumizmit të gjatë në qeverisjen 13 vjeçare, janë 4 mandate të qeverisjeje, ka akumuluar dhe ka krijuar problemet e vetvetes, por kryesisht të vetvetes në raport me qeverisjen, pra me pushtetet. Partia Socialiste momentalisht është forca që kryeson dhe qeveris vendin, e mbingarkuar me pushtet dhe zotëronjse e shumë pushteteve, të cilat e kanë reduktuar realisht demokracinë funksionale në vend, kanë reduktuar funksionimin e demokracisë institucionale e ndarë nga demokracia politike dhe kanë rikryer sindroma apo le të themi episode të padëshirueshme të asaj që ne ndryshe e quajmë dominim të vendimit dhe linjës së partisë mbi fatet e qeverisjes ditore të qytetarëve. Për këtë arsye, vazhdimi i mëtejshëm i dobësimit të opozitës dhe sidomos i pasjes prej saj një shërbim politik të dobët është një çështje shqetësuese për shoqërinë, për demokracinë dhe aq më tepër për pozitën që ka Shqipëria në ambicin për të qenë një vend i përafërt nga standardet me vendet e Bashkimit Evropian.